Sot është ditë e hënë dhe ju e dini se çfarë bëjmë çdo të hënë në Vibe. Bëjmë? Ne gjithmonë në Vibe bëjmë parashikimin javor, javor me shenjat horoskopi, gjithmonë me letra tarot. Me Elena Demollari. Përshëndetje Klea. Përshëndetje Elena. Përshëndetje në Vibe, me Elena Demollari, Klea Kica. Je shumë e bukur sot. Faleminderit, falteje zemër. Edhe ti je shumë e bukur. Të dua. Edhe unë ty shumë. Po më duket shumë mirë sot. S'kam energji zemër, jam e lodhur nga puna, gjë kështu mos ma vere. Okay. Nuk kam ndonjë gjë kështu ja, gjë kalon. Gjë kalon. Okej, njerëzit e mirë gjithmonë kanë peripeci dhe në fund i kalojnë, kështu që as nuk e vën dyshim. Gjithmonë kanë peripeci, njerëzit e mirë gjithmonë kanë sfida gjatë jetës së tyre, njerëzit e mirë gjithmonë ka persona negativ që për të prishur ditën ose karrierën andaj këtë, por nuk ja kalojnë, nuk ja arrin dot. Normale që si arrin. Kështu që nisim me shenjën e parë. Mos mundojnë kot. Ne me fjalkoj mos mundojnë kot se do. Po, nuk ja arrin. Nuk ja arrin kot, mos mundojnë kot, mos lodhen kot se nuk do fitojnë gjë. Shumë vërtet. Nuk do fitojnë gjë. Okej, të vazhdojmë parashikimin me shenjën e parë. Shenjë dashi do marrë vendime me një vendimari, do eci përpara dhe mos marrë opinion të tjerëve, duhet të eci përpara. Do kenë përfitime të vogla në lek, do profesionet tyre, zanat e tyre do marrin lajme të mira, nëse janë në pritje disa lajmeve këtë javë, gjithmonë shenja dashi do ketë një energji pozitive të lajme të mira dhe do kenë ndryshime të papritura shenja dashit për këtë javë. Por në përgjithësi do jetë në dashuri, do jetë mirë, në financë do jetë mirë, nuk shikoj që do ketë pengesa, do ketë një energji pozitive. Demi. Juve të shenjës së Demit duhet të kenë kujdes, demat kanë qenë kalnotuar, një prisheplan në shpalimentim, janë shumë të vrashpirtërisht, probleme me shëndetin, çdo njeri që ka besuar mund të ketë futur tika më shpinë, duhet të kenë kujdes dema se mund të kenë dhe kurthe. Dem, sidomos për të javë. Por mund të kalojnë ndonjë problem shëndetësor, do vriten shpirtërisht, mund të marrin lajme të mira, mund të marrin lajme të këqija. Mund të derdhin lot gëzimi, mund të derdhin dhe lot i dhërimi. Do zbulojnë gënjeshtra, mashtrime, manipulime, intriga dhe çdo gjë do dali sheshit. Saturni mund të nxjerrë pak nga vetja, po përsëri do e kapin situatën në dorë. Do kenë një bashkëpunim në grup, në profesionin e tyre do jenë mirë bashkëpunim në grup. Dhe në fund fare do kenë bashkim, nëse një dem ka pasur dashuri ose mund të ketë një bashkim, një ortak, një partneritet, por do ketë një partneritet ose pjesa martesa tavolin, diklini do gëzohen. Shenja binjakëve. Shenja binjakëve mos i bëj gjërat me së mbyllur se nuk e kupton se çfarë po ndodh mbrapa vetes së tyre. Kanë armën e besimit, armën e zemrës, do ndihmojnë nga gjysma anë dhe gjërat do shoshojnë pak nga pak, por nuk janë sigurt, nuk janë stabil, të thonë ndoshta po, ndoshta jo, duhet të heqën pashën me syve, do shikojmë më për te. Në përte do zgjidhej gjërat me kreativitet, janë në pritje disa lajmeve, do marrin lajme të mira nëse ka të bëjë çështje dashurie, punë, fat, biznes ose çështje leku ose bizneset e tyre do stabilizojnë gjërat. Do përballen me persona që janë të lëkundër e kanë mundësinë por të ndihmuar dhe një lajm do e marrin të mirë, një lajm do e marrin të hidhur. Mund të kem pak një lëkundje të financës, po do stabilizojnë gjërat. Por dhe binjakët në këtë javë do jenë me lajme të mira, Klea. Jemi te Gaforia. Gaforia kohët e fundit ka qenë shumë e sulmuar. Shumë e sulmuar si Gafore. Ka qenë super e bingarkuar, ka pasur një bingarkesë, në momentin e fundit ka thënë do dorëzohem, por nuk do dorëzohet. Do thot, u lodha nga puna, nga karriera, nga komentet negative, nga konkurrenca, nga të gjithë, por në fund fare do të çeli diçka e re, se një Gafore gjithmonë fiton. Mos ndoshta ti Gafore? Jo, unë jam dem. Jo. Duhen të kenë kujdes me persona që janë me dy fytyra, domethënë duhet të kenë kujdes Gaforit se mund të trajtojnë dhe nga krahu i tyre i djathtë nga persona që besojnë më shumë. Duhet të jenë, sidomos këtë javë duhet të jenë të kujdesshëm. Kam pasur pengesa, situata të vështira, por do dalin nga situata si në punë, si në dashuri, si në financë, si në projektet e tyre, në financën e tyre. Janë në pritje disa lajmeve, përsëri do marrin lajme të mira, më përpara i kanë marrë vendime të nxituara. E ke parasysh atë punën e budallaj që merr gjërat shpejt pa i nxituar? Po. Por do kenë nisma të reja dhe do fillojnë nga zero dhe do kenë një energji pozitive Gaforet. Luani
Luani duhet të ketë kujdes se mund të ketë pak krisje në partneritet, do jetë një transformim, mund të ketë një kuror ose një kredi, një shkatrim, një ndikim, një transformim, do i ndin vetëm pak të bllokuar, bllokime mentale duhet të shlirojnë nga bllokimet që kanë, duhet të kenë kujdes financën ose do kenë kriza në partneritet, duhet jenë të kujdesshëm Klea. Do ecim përpara në profesionin e tyre, do ecim përpara, duhet të kenë kujdes shoqërit misit fallse. Ka edhe njerëz që janë shoqërit fallse, që të hiqen si miq dhe ke armiq. Gjërat mund të kenë pak turbullira nga yjet, por në fund fare do ndryçojnë në yjet, do kenë qartësim edhe shenjë Luanit. Jemi te Virgjëresha. Sa shkojmë në të dyja që jemi shenja toke, energjia zemër. Energjia. Atëre për të gjitha Virgjëreshat, duhet të keni kujdes, dikush është larguar me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj një largim pune, një pushim pune, dhe sidomos këtë javë se do pini pjesë e një kurthi. Keni kujdes. Ju që jeni shenjë Virgjëreshës. Dikush do largohet me gënjeshtrat e tij ose gënjeshtrat e saj, një largim pune, një pushim pune, dhe dikush do ju presi në besë, ose në qofse një Virgjëresh, se po flasim për shumë Virgjëresha, në qofse është në burg, mund të lirohet edhe nga burgu, se po flasim për shumë Virgjëresha, jo vetëm në Virgjëresh. Edhe për djent. Dhe për çunat dhe për djent, që mos e keq kupton që për kë po flet. Do të thënë si për meshkuj dhe për femrat, duhet keni kujdes këtë javë, se mund të thash pjesën e kurthit, dikush do i zhytë thellë më thellë në gënjeshtra, në mashtrime, mund t'ju pengoj gjatë javës, por në fund fare do e kuptoni dhe do ju plotësoj dëshira juaj. Një kontratë pune, një firmë, një dokument, një rinovim kontrate, nëse një Virgjëresh ka punën e tyre, mund të ketë një rinovim, një vendimari do marrë një vendim, do ketë një ngritje ekonomike financiare, nëse ka të bëjë me projektet ose nëse ka të bëjë me pronat, do bëjt një problem i madh, dhe do ketë një ngritje ekonomike financiare. Por Virgjëresha do ketë edhe këtë gjatë rrugës, mund të ketë dhe tradhti dhe mund të ketë dhe një dëshirë që mund të ketë dhe një shtatzani gjatë rrugës, se ka edhe persona që thonë që inshallah që më dhuron Zoti një bebi, më kupton? Mund ta ndjen vetëm pak të bllokuar, tani deri diku do ecin gjërat mirë, po mund të kthejnë gjërat mbrapa, se ka raste që karmat i kthejnë gjërat mbrapa, më kupton? Por mund të jenë të bllokuar pak si në punë, si në dashuri, si në biznesin e tyre, do kenë rrugëzi dhe do zgjidhen gjërat me kreativitet. Rotë e fatit është në drejtimin e tyre dhe personat e tretë, armikt, kundërshtarët do largohen nga jeta e tyre dhe do kenë nisma të reja, perspektiva të reja, do ecin përpara. Por sidomos këtë javë, Virgjëresha duhet të jenë të kujdesshëm. Vazhdojmë me shenjën e Peshores. Peshorja. Peshorja duhet të shmangi sheri debatet, konfliktet, mos marrëveshjeve, një konkurrencë, duhet këtë kujdes nga persona të tretë që mund t'i transmetojë një energji negative, t'ia presin gjërat në mes. Për momentin mund t'i ketë gjërat e ngrira diçka, po do çaj takulli do ecin përpara, do kenë nisma të reja, fillime të reja, do marrin lajme të mira. Nëse janë në pritje të disa lajmeve, si në punë, si në dashuri, si në fat, do ecin përpara dhe do gjenë një qetësi paqësore peshore. Akrepi Klea, Akrepi do jenë pak konfuz, për momentin mund t'jenë duar lidhur, këmbë lidhur, se do ndikohen pak, për momentin mund t'jenë gjërat pezull, po do zgjidhin gjërat me kreativitet, do përballen me persona që janë xheloz, nuk ja tregojnë atë xhelozi, do kenë shumë mundësi për të ecur përpara dhe mund të jetë një lek i papritur ose një partneritet me energji pozitive dhe do i kenë rrugët të hapura në gjitha drejtimet, si në punë, si në dashuri, si në fat, si në profesionin e tyre, nëse kanë biznes Akrepi do ecin përpara. Dhe do kenë fejesa, martesa, shtatzëni, pritje fëmijë dhe kanë një energji pozitive shenjë Akrepit. Shigjetari, shikoj që një shigjetar, nëse po flasim Klea, po flasim për femrat e të neshku, nëse një shigjetar ka një sanë gjyqësore ose ka të bëjë me çështje dokumentash, do i marrë ose mund ta fitojë një gjyq. Kërkon të drejtën e tij, të vërtetën e tij, nëse ka të bëjë me çështje ligjore, duhet të konsultohet mirë me një avokat, duhet t'i besoj intuitës së tyre, energjisë së tyre, duhet të ketë kujdes se gjatë javës do përballet dhe me persona negativ, dashuri pasionante, mund të kenë pak krisjen në partneritetin,